إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Të gjitha falënderimet takojnë Allahut subhanahu wa taala, atë falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj se nuk meriton askush të adhurohet pas Allahut azza wa jall, ai është një dhe nuk ka shok. Dhe dëshmoj se Muhamedi është robi i Allahut dhe i dërguari i tij. Salavat dhe selame të shumë të dërgojmë mbi të dërguarin ton, mbi familjen e tij dhe mbi gjithë shokët e tij. Xhamatit të nderuar, ju poroses juve dhe veten time me frikë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Frikja e cila na afron më tepër tek Allahu subhanahu wa taala, e cila na bën të jem më të kujdesshëm dhe më përgjegjës në veprat, fjalët dhe sjelljet tona. Frikja e cila na ndryshon për të mirë jetën tonë, qoftë në raport me Allahun, po qoftë edhe në raport me të tjerë. Vëllezër të nderuar, të flasësh për jetën e sahabeve, shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është një gjë shumë e veçantë. Për arsye se ata ishin njerëz me virtytet më të larta. Ata ishin njerëz të zgjedhur, që i kishte zgjedhur Allahu azza wa jall ta shoqërojnë pejgamberin më të mirë, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe se i dërguari sallallahu alaihi wasallam thot: "Khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunhum, thumma alladhina yalunhum." Brezi më i mirë, gjenerata më e mirë, janë brezi im. Pastaj ata që vinë pas tyre, pastaj ata që vinë pas tyre. Nuk ka dyshim se nga jeta e njerëzve të mëdhej, ose në jetën e njerëzve të mëdhej, ka mësime që nuk harrohen. Ka shembuj që nuk shlyhen kurrë. Mirë po kur fjala është për këta njerëz të mëdhej si sahabët, cilët janë edhe më të veçantë, për faktin se jetuan në periudhën kur zbriti shpallja e Allahut azza wa jall. Pra jetuan atku. Dhe e shoqëruan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në përhapjen e fesë së tij dhe në praktikimin e saj. Por mirë më të veçantë do të flasim për njeriu më të mirë nga kjo gjenerat. Për Abu Bekrin radiallahu anhu, ky njeri që nuk është i panjohur për juve gjithsesi. Mirë po që kemi nevojë si për sahabët, edhe për ta një nga një, si për sahabët përgjithësi, edhe për ta një nga një të flitet dhe të përkujtohemi që të jenë shembull për neve. Abu Bekri radiallahu anhu është njeriu më i mirë i këtij umeti. Shoku më i afërt me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Abu Bekri radiallahu anhu i njohur me këtë kunje të tij, këtë noftë të tij, përndryshe emri i tij është Abdullah. E Abdullah do thotë robi i Allahut. Dhe me plot kuptimin e fjalës, ky njeri ishte robi i Allahut. Se kishte mbledh në jetën e tij veprat më të mira, virtytet më të larta, shembujt më të veçantë. Andaj edhe konsiderohet njeriu më i mirë i këtij umeti. Veprat e tij
dëbamat e tij i regjistroi Allah Azza wa Jall në disa vende në Kur'an, për cilat foli edhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shumë hadithe, dhe që ato pastaj u rritën dhe u përcjellën tek ummeti gjenerat pas gjenerate. Abu Bekr radiallahu anhu ishte njeriu më i dashur tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Amr ibn al-As radiallahu anhu thotë: ja Rasulullah, kush është njeriu më i dashur për ty? Kënë do më shumëti. Sa Aishën, për bashortën e tij, Aishën. Ja Rasulullah, kam fjalën për burrat. Sot babën e saj, Abu Bekr. Ka qenë i pari në punë të mira, i pari që ka pranu Islamin, saqë elita e sahabëve tjerë, shokët e pejgamberit tjerë më të dallum, Islamin e kanë pranuar nëpërmjet Abu Bekrit radhiyallahu anhu. Saqë i dërguari sallallahu alaihi wasallam nuk ja harroi këtë gjatë gjithë jetës së tij. Edhe këtë dëshmon edhe vetë kur thotë: më dërgoi Allahu Azza wa Jall pejgamber tek ju, kurse në fillim ju të tjerë thanë, po gënjen. Kurse është Abu Bekri radiallahu anhu, pra është Abu Bekri i cili tha, ju e thot të vërtetën. Por nuk ka njeri që ka hezitu në pranimin e Islamit. Nuk ka njeri që ka, do me thonë që ka hezitu, ose çdo njeri ka hezitu, ose ka mendu, ose është konsultu me mendjen e tij, veten e tij, si me thonë, Abu Bekri është ai pari që ka pranuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sot përderisa ju në fillim më përgjinjështrut, është Abu Bekri ai i cili mbështeti, ai i cili besoi dhe mbështeti me qenjen e tij dhe pasurinë e tij. Abu Bekri radiallahu anhu është ai që mbrojti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në situatat më të vështira. E një prej tyre tregon Abdullah ibn Amr radiallahu anhu thotë, kur është pyet se cila është situata më e vështirë me cilën është ballafaqur pejgamberi sa më karshi kurreshve, ose sjellja më e rëndë tyne që kanë bën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai e përmend një rast. Sot ishte ajo kur i dërguari sallallahu alaihi wasallam përderisa falte namaz pranë Qabes, erdhët Uqbe ibn Abi Muayyid, një prej pabesimtarëve, sot dhe janë gjiti një rrugë më fëtë për Amer Hasham duke shtrëngu fort. Më thonë, të dosh me myt njërin, të dosh me plas. Sot atëherë erdhe Abu Bekr radiallahu anhu dhe e shtyti. E kapi prej krahit dhe e shtyti. Dhe i tha, a dën ta vrasni njëri i cili thot Rabbi Allah, që zoti im është Allahu. Që dosh gjunohi ti? Që dosh mëkati ti? Që thot zoti im është Allahu? Sot dhe mur dhe e shtyti atë njeri. Kjo vetëm si shembull për ndryshe, shembull të ngjashëm, ose së raste kur e ndihmojnë dhe mbështetje për mesam janë të shumta. Gjithashtu, Abu Bekri radiallahu anhu ishte ai që e shoqëroi pejgamberin alayhis salam gjatë udhimit të hijretit. E ndihmojnë këtë udhim. Ishte ai i cili gjindej me të në shpellën Thawr, ku edhe zbritën ajete kuranore. Po ishte ai që e shoqëroi pastaj gjatë gjithë jetës së tij të mbetur në Medinë. Për ata tregon Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu thotë, shpesh e kumni duke tregu pejgamberin asam. Erdha unë Abu Bekri dhe Omeri, dola se shkova unë Abu Bekri dhe Omeri. Shpesh vazhdimisht që tregon se janë të pandashëm me pejgamberin asam. Që thot ajo fjala e popullit, të himën e dalinit e kanë pas bashkë. Pra ashtu shumë e ka shoqëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu është sa një njeri që ka përmbledh në vete shumë punë të mira, bëma të mëdha, mirë po
po përmendim një rast. Kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një ditë thotë, kush prej juve sot është zgjua xherushëm? Thotë Abu Bekri, unë ja Rasulullah. Kush prej juve ka përcjell sot xhenoze, ja ka fol xhenozën, dy vite ka përcjell, thotë unë ja Rasulullah. Kush prej juve e ka ushqyer një të varfën sot, për çfarë ditë është fjala? Thotë unë ja Rasulullah. Kush prej juve sot ka vizituar sot një çmut? Thotë unë ja Rasulullah. Sot nuk bashkohen këto vepra të ndonjë njeri, vetë se ku me hinë xhenet. Kjo është vetëm një rast ku përgëzohet me xhenet, se përndryshe ka shumë raste ku përgëzohet me xhenet. Ama vllazni, nuk jemi të folë me ngjinu Ramazan, a? Agjerim nafile jashtë Ramazanit. Nuk ka të pyetja këtu kush po i fal pe as vaktet. Jo. Është pyetja një namaz i xhenozës që padyshim bëhet për Allahun, mirë po është një lutje ndaj një obligim ndaj një vëllau musliman. Nuk është fjala këtu për zakatin që është farz, është fjala për ushqim vullnetar. Është fjala me pas dertin dhe hallin edhe atyne të dobëve. Pastaj ju ka gjinë smutit të varfurin të tjetër. Për ata ishte shembull me sjelljen e tij. Thot Ibn Taymija rahimahullah, nuk është shenu asnjë rast në jetën e tij që ka zemru pejgamberin alayhis salam ose ka hedhur diçka. Kur? Qëre një njeri që se ngjedhe se dinë dhe s'mund të zemran, s'mund të dhënon. Ama më çata që je për ditë çaj më shumë ti mundet. Na i gjo me bo me të dhënu. Thot kur asnjëherë nuk është regjistruar edhe një rast i vetëm, edhe një fjalë vetme që ka i dhënu pejgamberin alayhis salam. Kur? Sa të mos flasim në raport me tjerët, sot që këtë dëshmojnë edhe vetë pabesimtarët. Pabesimtarët jo musliman kanë dëshmu për moralin, virtytet e Abu Bekrit. Është një njeri i cili e ushqen të varfurin, është një njeri i cili mbon lidhjet farefisnore, është një njeri kështu e kanë thujt, është një njeri që mbështet të dobtin, është një njeri që nderon musafirin, pra virtyte këto me të cilat janë ndallu njerëz të mirë. Po këtë fakt nuk e kanë mohu as pa besimtarët. Abu Bekri radiallahu anhu ishte pra shembull veprat e tij, sjelljet e tij, sikur që ishte shembull edhe në dolirësinë e tij që veç u përmend një pjesë e kësaj, mirë po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tregon se ku nuk ka njeri nga i cili kum pas ma shumë mirësi, pra kum pas pe ti hajër ma shumë. Sot me mbështetjen e tij dhe me pasurinë e tij në rrugën e Allahut. Jo, na zakonisht gjonat i vlerësojmë në aspektin individual ose interesin personal. Sot në rrugën e Allahut, në fenë e Allahut, sot nuk ka njeri që më ka mbështet me qenien e tij dhe me pasurinë e tij se Abu Bekri radhiyallahu anhu. Asnjë. Dhe nuk ka ajet që flet diçka për bujarinë, për ndihmën, vetë se Abu Bekri radhiyallahu anhu shpori prej tyre që përfshin ajet Kur'anit. Raste ka shumë, nuk mjafton kjo hyrje të përmbledhet më tepër rreth kësaj. Ishte shembull në udhëheqjen e tij. Periudhën ka udhëheq pas vdekjes pejgamberit ai sa musliman 2 vjet e 3 muaj. Pra është ai kur pejgamberi ka qenë smut, pejgamberi ka qenë imam, më ju prit gjithë muslimanëve namaz. Por ju ka prit dhe ka udhëheq muslimanët edhe në dunjon e tyre për 2 vjet e 3 muaj. Një periudhë e cila është e njohur për drejtësi, për mëshirë, për stabilitet, për hyrjen njerëzve të kthimin në fenë Allah subhanahu wa taala, e kështu me radhë. Sigurisht që ishte shembull në shumë fusha të tjera, dhe se që Allah azza wa jall zgjodhi që jo vetëm në kohën sa ishte gjallë të shoqërat në pejgamberin e por edhe kur ndroi jetë, Allah ja mësoi të varroset pranë varrit pejgamberit alayhis salam dhe ato e shoqëron edhe në jetën barzah, pra edhe edhe në varrin e tij. Elusim Allahun azza wa jall na bën prej atyre që kapën për librin e Allahut azza wa jall, sunetin e pejgamberit alayhis salam dhe njohin mirë historinë e këtyre burrave të mëdhej dhe i kanë shembull dhe esin hapave të tyre se këta janë të parë që e jetësuan fjalën e Allahut mbi faqen e dhëut dhe porositë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe këta janë njerëzit që Allah azza wa jall i lavdroi në librin e tij në Kur'an dhe në hadithet profetike. Lutim Allahun azza wa jall që
na përmirësoj të gjithëve, lutim Allahun azza wa jalla të na mëshiroj dhe të na bashkojë në botën tjetër me pejgamber, me njerëz të sinqert, me dëshmort dhe me njerëz të mirë. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. E falenderojmë Allahun te bareke ve taala, salavat dhe selame dërgojmë mbi atë pas cilit ma nuk ka pejgamber, mbi të dërguarin ton sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të nderuam, është ardhur një kohë, ndoshta sikur më parë, që njerëz shumë lehtë flasin për të tjerët, që njerëzit flasin shumë lehtë pa dije, që njerëz edhe më të mëdhej gjatë jetës dhe historisë nuk kursehen nga gjuha e njerëzve. Mirë po duhet kemi kujdes kur jemi të pejgambert në rand të parë, kur jemi të shokët e pejgamberit alayhis salam, duhet jemi të kujdesshëm. Ndoshta do të hasnin nëpër internet në shënime ndryshme, që shumë njerëz më flasin gjithçka, mund ofendojnë. Mirë po ata janë vijë e kuqe. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, mos i shoni shokët e mi, mos i kritikoni. Edhe nëse është në elshim pe i njënit prej tyne janë njerëz, kanë shumë arsye ma shumë se na për më u falë dhe mi mshiru Allah azza wa jalla. Dhe mjafton për ta shoqërimi pejgamberit alayhis salam. Sot la tasubbu ashabi, mos i shoni të shokët e mi, mos i ofendoni shokët e mi. Se pasha atë ndonë e cili të shpirti im. Sikur sa kodra e Uhudit ju me jap sadaka ori, dukat. Kodra e Uhudit kush e ka bën në Medinë është një varg mal i ton. Se sa kodra e Uhudit kushdo që jap ori sadaka, nuk e mrin vlerën e asaj që ata kanë dhënë, qoftë një grosht ushqim, elb, grun, pra drejt që kanë jap diçka ose gjys grushti. Para më. Ata e njerëz që vepra që kanë bën në shoqërimin e pejgamberit alayhis salam kanë tjetër tretman. A ne të rujmë gjuhë tona, të përpjekemi, t'ju afrohemi me punë dhe vepra, një gjatë që s'mune me mri, po të mri me zemra tona duke i dasht ata, dhe me gjuhë tona duke dërgu, ose duke kërku kënaqësinë e Allahut mbi ta me fjalën radhiyallahu anhum, Allahu qoftë i kënaqur me ta. Edhe me këto jemi urdhëruar, e jo t'i ofendojmë, ose t'i shojmë, ose t'i kritikojmë. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala Muhammed, كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون